Po, marë rësishme ishte një tërpiket, se nuk kalu hala, do të me fitu në Larnaka javën tjetër. Po, jemi shumë konfident, që besoj. Djena mirë për me shku në Larnaka dhe me marë tërpiket. Finalisht ndjem shumë mirë, jo vetëm për golin, po kam fillu më ndjem mirë e ma mirë, se gjithë e dinë s'kam ban fazë, po jam të marrë vedin mirë. Ky gol dhe kjo ndeshje, është ajo arsyeja sepse Sebastian Spaju vendosi të vinte në Shkëndij? Normal, këto lloj ndeshjeve do të më edhe për njët kam marrë për grupin e konferencës, po edhe për grupin, kina super grup edhe i falenderoj gjithë shunat si më kanë pritë, ndjem shumë mirë këtu. Fitore si kjo, mendon që mund t'jenë shtysë, jo vetëm për të provuar të fitojmë Larnaka, sido që të shkojë rezultati me AEK-un, një tregues që Shkëndija mund edhe në kampionat bëj përmbysje? Sigurisht është besojmë se do ta përmbysim se në kampionat, po këtu në Shkup është shumë e vështirë me na mujt kur luajmë këtu në Conference League, kështu që ndjehemi mirë si ekip.